Tash sa po flasim, Republika e Kosovës është duke i kaluar ato momentet e saj historike, sepse po mbahet Defender 2025, ku po marrin pjesë dhe shteti i nam, domethënë Shqipëria, Kroacia dhe ishte Republika e Maqedonisë së Veriut, dhe ajo çka është më kryesore po marrin pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me divizionin e saj të plotë, ku po komandon së bashku me FSK në ushtrinë pra të Kosovës. Dje ka qenë një ditë mjaft e lumtur dhe shumë krenare për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, dhe unë mendoj edhe për të gjithë shqiptarët, sepse mediat kanë marrë pjesë atje në Babaj, dhe i kam parë dhe me thanë në ushtrimet e ushtrisë së Republikës Kosovës së bashku me aleatët, dhe kjo ka ngjall shumë krenari në këtë kohë turbullirash, pasigurisht gjeopolitike. Kjo ka dhënë kogja edhe do me thonë ka dhënë atë vulën e sigurisë për të gjithë ata që do të tentojnë ndonjëherë ta prishin stabilitetin në Ballkan ose në Republikën e Kosovës, sepse i kemi parë edhe generalet amerikanë, i kemi parë ku sa po zhvillohen, do me thonë edhe këto ushtrime, 152 ushtarë të FSK-s, vetë se kanë brinj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do me thonë, të specializohen. Në anën tjetër po mbahet edhe Forumi i Sigurisë në Republikën e Kosovës, ku presidenti Osmani po merr pjesë. Në anën tjetër, do me thonë, do të bëhet edhe një ushtrim, ku do të marrin pjesë Policia e Kosovës, EULEX, KFOR, dhe tash për s'pari herë edhe FSK-ja, dhe ku ka në aspektin e sigurisë më krenarisë kjo.